Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski paralajmëron shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Shkak sipas shefit të qeverisë në Shkup është bërë prononcimi në shqip i Arsimi Drizit. Drejtori nuk u drejtua në gjuhën maqedonase. Unë kam folur dhe nuk pres që kjo të përsëritet, nëse përsëritet do të shkarkohet, deklaroi Mickovski. Shefi i qeverisë në Shkup premtoi se së shpejti në seancë qeveritare pritet kaloj edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Para miratimit të tij, kryeministri Mickovski tha se ai do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias dhe më pas do të kalojë në procedurë parlamentare. Bilal Kasami nga Vlen tha se është deklarate përshpejtuar prononcimin e ministrit të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive në qeverinë e Mickovskit. Më herët, Ivan Stojković paralajmëroi se do të propozonte shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve, Arsimi Drizi. Kasami tha se propozimet për shkarkimi i bën partia që sjell edhe emërimet. Mendoj se është ndoshta një deklarate përshpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Nuk besoj se ka një marrëveshje për, do kisha thënë, përfshirjen në emërtimet dhe shkarkimet e funksionarëve të partive. Ne gjithmonë ka kështu keq kuptime mes mendoj partnerëve të koalicionit, po besoj se do të tejkalohen. Me 65 vota pro dhe 15 kundër, Azir Aliu zgjodh ministri i ri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, ndërsa Albrim Hoxha u emërua zëvendës ministri i ri për bujqësinë. Kryeministri Istra Mickovski tha se pritshmëritë për Aliun janë digitalizimi i sistemit shëndetësor. Aliu mori detyrën pas largimit të Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar. Deputeti i Vlenit Bekim Qoku tha se propozimi që Azir Aliu të jetë ministri i shëndetësisë vjen në bazë të marrëveshjes që kishin me kryeministrin Istra Mickovski në fillim të mandatit. Zoti Azir Aliu është propozimi i Vlenit në bazë të marrëveshjes që e kemi në fillim të këtij mandati me kryeministrin Mickovski dhe ai përfaqëson sot Vlenin si subjekt politik. Dhe Azir Aliu, përndryshe, mbeti në vijën, në linjën, në logjikën e asaj që u thur, pra marrëveshjes që u thur në fillim, dhe nuk shkoj si ju të tjerët te BDI-a, nuk shkoj te korrupsioni. Pas marrjes së funksionit të ministrit të shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu është përballur me akuza nga opozita shqiptare. Nga Alianca për Shqiptarët, kreu Arben Taravari thonë se tashmë ministri i ri i shëndetësisë Azir Aliu, në periudhën kur ishte ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, propozoi heqjen e balancuesit, sot të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Nga Alianca për Shqiptarët, Arben Taravarit kërkojnë informacion se deri ku ka mbetur procedura për miratimin e ligjit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të premtuar nga qeveria e kryeministrit Mickovski. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetai reagoi pas sulmeve që vijnë nga opozita dhe ish bashkëpunëtorët e Aleancës për Shqiptarët. Përmes një letre të hapur, Arben Fetai cilëson qesharake pretendimet se grupi i deputetëve që qëndrojnë në bashkëqeverisje është blerë nga shumica në pushtet. Qesharake është thuar se jam shitur për një rrogë prej 1.890 eurosh, një shumë që nuk i afrohet as një të 10 së të ardhurave që kam lënë pas për të kthyer këtu, shkruan Arben Fetai për Arben Taravarin. Ai kujtoni kryetarit partisë angazhimin për nxjerrjen e opozitë të BDI-s. Fetai kërkoi kryetarit partisë reflektim për vendimarrjen. Politik. Kryetari VMRO DPMNES dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski refuzon të përgjigjet ftesës së opozitës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ai pretendon se BDI nuk ka kapacitet për luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Në konferencën e 34 të forcave rinore të partisë, Mickovski deklaroi se kjo qeveri nuk ka vend për këtë BDI, kështu siç është për BDI-n e cila është jo e reformuar, BDI-n e cila kishte mundësi 23 vite të tregojë dhe të dëshmojë me çfarë kapaciteti disponon. Zgjedhjet e ardhshme në vend pritet të mbahen në muajin tetor, në të cilat do të zgjidhen krerët e ardhshëm të komunave. Megjithatë, bashkë me to, opozita kërkon që të mbahen dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Blerim Bexheti i është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Istra Mickovski. Ai tha se kërkesa e BDI-s për zgjedhjet parakohshme parlamentare është paradë përpara votuesve dhe mbështetësve. Bexheti tha se BDI e ka seriozisht kërkesën që zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbahen bashkë me ato vendore në muajin tetor. Problemi i tij vërtet është frika se nuk mund të përsërisë rezultatin e vitit kaluar, shkruan mes të tjerash Blerim Bexheti. Alianca për Shqiptarët Arben Taravarit kritikon një marrëveshje të mundshme të koalicionit Vlen që propozim ligji për një përfaqësim të drejtë dhe adekuat në administratën publike të dërgohet për shqyrtim në Komisionin e Venecias përpara se të miratohet në kuvend.
Alianca për shqiptarët e konsideron këtë qasje se të gabuar dhe të rrezikshme duke paralajmëruar për një bëshllëk ligjor që mund të çojë në diskriminim në punësime dhe bllokim të reformave ndëretnike. Si shembull theksohet rasti i ligjit për gjuhët, për të cilin u deshën 6 vjet për një opinion nga Komisioni i Venecias. Ekonomi. Rritet kostoja e jetesës në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, nga maj 2025, kostoja u rrit me 1.5% krahasuar me muajin prill. Rritja u shkaktua kryesisht nga rritja e çmimit të ushqimit dhe pijeve jo alkolike. Ato posuan një rritje prej gati 4.1%. Përveç ushqimit, rritje e çmimesh u regjistruan edhe për mallra dhe shërbime të ndryshme me 1.5%, pijet alkolike dhe duhani me 0.8%, veshmbathja dhe këpucët me 0.5%, si dhe për rekreacion, kulturë, mobilje dhe mirëmbajtje shtëpiake. Rritje më të vogël çmimesh u regjistruan dhe në kategorinë e strehimit, shëndetit dhe energjisë. Vetëpunësimi i papunëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut është në thelb të projektit paraqitur nga Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi së bashku me drejtorin e Agjencisë së Punësimit Seliadin Beluli. Sipas funksionarëve, masa e parë është dedikuar për personat mbi 29 vjeç dhe ofron mbështetje financiare në shumë prej 430.500 denar për themelimin e biznesit të ri. Në raste specifike për punësimin e personave me aftësi të kufizuar ofrohet mbështetje shtesë deri në 250.000 denar. Masa e dytë është e projektuar për të rinj deri në 29 vjeç, të cilët kanë mundësi të marrin mbështetje deri në 615.000 denar për krijimin e biznesit të tyre, tha Besar Dyrmishi, Ministri i Ekonomisë i Republikës Maqedonisë së Veriut. Përpara deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, avokati i popullit Naser Ziberi prezantoi raportin vjetor të punës për vitin 2024 për shkallën e respektimit, avancimit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Avokati i popullit tha se ka shqyrtuar gjithsej 3148 ankesa, ashtu si çdo vit. Vërejtje të shumta kishte për të burgosurit dhe kushtet në burgje si dhe punësimet. Vlerësoi se institucionet kompetente në një kohë sa më të shkurtër duhet të përmbushin boshlllokun juridik, i cili u krijua pasi gjykata shfuqizoi dispozita nga disa ligje dhe akte ligjore që kanë të bëjnë për punësimin e pjesëtarëve të bashkësive jo shumicë në sektorin publik. Në një sistem ku ndër vlerat themelore të rendit kushtetues është parimi për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nuk guxon të ketë boshllëk juridik, deklaroi Naser Ziberi, avokati i popullit i Maqedonisë së Veriut. Sociale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickoski premton mbështetje financiare prej 250 eurosh për studentët për blerjen e pajisjeve elektronike duke filluar nga shtatori këtij viti. Mjetet janë siguruar në buxhetin e shtetit ndërsa procedurat për zbatim janë në vazhdim. Presim që studentët e vitit të parë të regjistrojnë për të verifikuar semestrin dhe më pas të mund të fitojnë ato 250 euro ndihmë nga shteti për blerjen e pajisjeve elektronike, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, gjatë vizitës në Tetov, tha se vitin e ardhshëm shkollor do të ketë tekste për çdo fëmijë dhe se deri atëherë do të tejkalojnë disa keq kuptime që ekzistojnë në marrëdhëniet mes ministrisë, komunave dhe shkollave. Libra duhet të ketë për çdo fëmijë. Ministria do të sigurojë libra për çdo fëmijë. Ka disa keq kuptime ku libra që realisht nuk janë dhe realisht nuk ka patur pasi shkollat nuk i kanë kërkuar nga ministria. Këtë vit do të mundohemi që këtë sfidë ta tejkalojmë, u shpreh ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska. Në pyetjen e një gazetare se pse nuk ka mësimdhënës të gjuhës shqipe në diasporë, Janevska tha se ka mungesë për të dyja gjuhët, si maqedonisht ashtu dhe shqip, dhe po punohet për të gjetur një zgjidhje. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, falenderoi presidentin francez për ftesën, ndërsa thotë se në takimet me liderët botror diskutuan për nevojën e arritjes së paqes me natyrën. Së bashku me numër të madh liderësh botror, përfshirë dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, diskutuan për nevojën e arritjes së paqes me natyrën si një nga parakushtet kryesore për mirëqenien e njerëzimit, shkruan mes të tjerash kryetaria e shtetit e Maqedonisë së Veriut, Siljanovska Davkova. Maqedonia e Veriut konfirmon qëndrimin e saj për krah Ukrainës. Zëvendës kryeministri i parë, Izet Mexhiti, mori pjesë në samitin Ukrainë Europa Juglindore të zhvilluar në Odesa. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se Maqedonia e Veriut qëndron fuqishëm për krah Kievit, ndërsa shton se ky samit është një moment kyç për të riafirmuar mbështetjen e palëkundër për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.